Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si t'i shironi kallot në këmbë vetëm me sodë buke, kjo recetë do ju befasoj. Përveç se kanë një pamje të keqe, thembrat e çara dhe kallot shkaktojnë edhe dhimbje. Fatmirësisht, përbërësi i zakonshëm i cili gjendet në kuzhinë mund të ketë efekte shëruese në thembrën tuaj. Kjo pasi soda e bukës ka veti antiseptike të cilat reagojnë kundër infeksioneve në thembrat tuaja. Ndërkohë, soda e bukës jo vetëm që është efektive kundër sëmundjeve të lëkurës, por njëkohësisht është edhe e lirë dhe përdorimi i rregullt i saj ua bën këmbët tuaja edhe më të buta. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 3 lugë gjelle sodë buke, 4 deri në 5 litra ujë. Përgatitja: filloni duke e përzierë sodën e bukës me ujë të nxehtë dhe më pas futeni këmbët në ujë për 10 deri në 15 minuta. Kur këmbët tuaja të jenë zbutur mirë, pastrojeni ato me ujë të nxehtë. Lëreni të thahen dhe lyeni me krem apo vazelinë. Koha më e mirë për ta bërë këtë është para se ju të flini dhe për rezultate më të mira duhet ta përsërisni këtë procedurë çdo ditë për një javë. Pasi ta bëni për një javë duhet të pushoni 5 ditë dhe përsëriteni sërish trajtimin. Duhet që t'i kompletoni 3 trajtime të tilla për t'i bërë këmbët tuaja mjaftueshëm të buta. Ndërkohë, sipas informacioneve, kallot në këmbë janë një nga problemet më të zakonshme estetike dhe ato konsistojnë edhe në shfaqjen e një shtrese të trashë të lëkurës së fortë. Sidoqoftë, pak persona e dinë se kalloja formohet vetëm për të na mbrojtur. Është në fakt një reagim i trupit ndaj fërkimit të lëkurës me sipërfaqe të forta, të tilla si këpucë ose mjete pune. Trupi e di shumë mirë se epiderma mund të dëmtohet, prandaj zona ku bëhet fërkimi bëhet më e trashë. Ne këtu do t'ju listojmë disa nga recetat më natyrale për të eliminuar shpejt kallot në këmbë edhe pa përdorur produkte industriale. Lëng hudhre. Hudhra ka veti anti-inflamatore, shëruese dhe njëkohësisht antiseptike. Shtypni një thelpi hudhër dhe më pas përzieni ato me një lugë gjelle vaj ulliri. Masën e përftuar aplikojeni në kallot tuaja. Mbulojeni me një fash dhe lëreni të veprojë gjatë gjithë natës. Presh dhe uthull. I pasur gjithashtu me vitaminën C, preshi është i shkëlqyeshëm për lëkurën, ndërsa uthulla ka veti dezinfektuese. Vendosni një copë presh për 24 orë në një gotë me uthull të bardhë. Aplikojeni më pas lëngun e përftuar në kallo dhe lëreni për disa minuta. Pastaj ju mund të përdorni një gurs meril për të hequr kallon. Kamomil. Kamomili ka veti anti-inflamatore, të cilat janë ideale për trajtimin e kallove. Lyeni një top pambuku me lëngun e kamomilit. Aplikojeni atë direkt në kallot tuaja dhe lëreni që të veprojë për disa minuta. Përsëriteni këtë gjë të paktën disa herë në ditë. Ndërkohë, nga ana tjetër, kallot në këmbë ju mund t'i eliminoni fare mirë me disa receta tërësisht natyrale në kushtet e shtëpisë. Kallot në këmbë po kthehen në një problem mjaft shqetësues gjatë stinës së verës. Nëse vuani nga to, ju rekomandohet që të mos të vraponi direkt drejt ilaçeve, por të aplikoni përbërës tërësisht natyral të cilët do t'ju vinë në ndihmë. Kallot në këmbë janë me të vërtet një shqetësim i shpeshtë për secilin do prej nesh, por të shumta janë edhe ilaçet për to. Ky shqetësim i cili prek si meshkujt ashtu edhe femrat, përveç se shkakton në dhimbje, rezulton
që të jetë edhe tërësisht i bezdishëm, sidomos në verë, kur ekspozimi i këmbës është i pashmangshëm. Ndërkohë, duhet thënë gjithsesi se bashkuar tek ilaçet natyrale, kallot në këmbë ashtu si dhe myku në to mund të parandalohen. Në këtë kuptim, është rëndësishme që ju të gjeni një regjim ushqyerje me bazë frutash dhe perimesh, të cilat do t'i japin lëkurës tuaj të gjithë pamjen e saj të shkëlqyer dhe të gjithë sasinë e duhur të vitamineve. Por një këshill tjetër që ju duhet të keni parasysh është që të përdorni edhe këpucë sa më të rehatshme. Femrave kryesisht u drejtohet një paralajmërim. Nëse ju dëshironi të vishni një palë këpucë me taka të bukura, duhet të zgjidhni gjithmonë një palë taka të rehatshme në mënyrë që këmbëve të mos ju shtrëngohet qarkullimi i gjakut. Nëse do të ndaleshim tek ilaçet natyrore për të eliminuar njëkohësisht kallot dhe mykun në këmbë, nuk do të dinim se cilin prej tyre të zgjidhnim. Janë me të vërtetë të shumta ilaçet natyrale të cilat mund të përdoren në këtë rast. Së pari, një ilaç natyral i vlefshëm kundër kallove është pikërisht papaja. Në këtë rast, lëngu i këtij fruti vepron si një medikament i vërtet për problemet të cilat shfaqen në këmbët tona. Ai duhet aplikuar tek kalloja me doza të vogla, maksimumi një gjysmë lugë e gjellë. Një tjetër ilaç tërësisht natyral kundër kallove në këmbë është edhe tërshëra. Në këtë rast, një dush i këmbëve me ujë të ngrohtë dhe lyerja e tyre me tërshërë ose me miell tërshëre do t'i jap lehtësi këmbëve tuaja të prekura nga kallot. Në rast se ju ndodhet në shtëpi, ju mund të përdorni edhe një përbërës tjetër natyral, i cili është tërësisht i vlefshëm kundër kallove. Bëhet fjalë pikërisht për trajtimin e tyre me ujë me krip. Ju duhet të merrni një enë me ujë të ngrohtë, legen dhe në të hidhni një grusht me krip. Rekomandohet që për një efekt sa më të mirë, ju të përdorni kripën Epsom. Fusni këmbët në legenin tuaj me ujë të ngrohtë për të paktën 10 minuta dhe më pas merrni një lim për këmbët dhe me të fërkoni pjesën e kallës duke formuar lëvizje rrethore për disa minuta. Në rast se ju ndodhet po ashtu në shtëpi, bima e është të quajtur edera, e cila është një bimë zbukuruese në formë dredharake, edhe atë mund ta përdorni për të trajtuar kallot në këmbë. Gjethet e ederës duhen lënë të paktën 12 orë në uthull dhe më pas duhet i vendosni ato mbi kallot, të cilat duhet i lidhni dhe me një fasho të shtrënguar mirë për disa orë. Një ndër mënyrat më të thjeshta gjithashtu është soda e bukës, e cila vepron si një eksfoliator natyral. Kristalet të cilat gjenden pikërisht tek soda e bukës ndihmojnë në pastrimin e lëkurës tuaj të ashpër dhe njësoj si në rastin e kripës, ju duhet të merrni një legen me ujë të ngrohtë dhe në të hidhni 3 lugë gjelle sodë buke. Vendosni këmbët në të dhe lëreni për 10 minuta. Me ndihmën e një skrabi mund të fërkoni këmbët dhe pjesën e kallës që zbutet duhet ta fërkoni me ndihmën e një guri smeril. Pas këtij procesi fshiheni këmbët mirë me një peshqir të thatë dhe vendosni në to një kremë zbutës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet e tyre negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.